Kjo është autostrada rruga Kobit. Është rrugë që është bërë në sandatave është shkëlqyer. Sot në një sturi, ditë sturi, garë shenën rrugit. Por këtu ku maron seksioni 4 kalimvesh, fillon rruga vdekjes. Tu dhe deri në Rubik, pra në gjithë zonë Rubikut ka ndodhur me 10 vdekje, njerëz të pafashëm rrugë dhe aksidente nga makinat. Pra aksident makinë me makinë dhe aksident me njerëz me fshatarë që ishin rrugë. Pra këtu maron autostrada edhe këtu fillon rruga vdekjes. Është një rrugë mjaft e rrezikshme. Tu në septore s'ka ndodhur disa aksidente me vdekje, për fat keq disa aksidente me vdekje. Sepse njerëzit nuk janë përgatitur. Edhe shenjat rrugore nuk janë eksaktësisht ato që tregojnë dhe tu heqin rrugë, sepse kanë mangësi. Dhe t'ju tregojmë me poshtë një rrugë e cila ka mangësi. Pra, ja, këtu kalum një aksident me vdekje, këtu është aksidenti tjetër me vdekje, ja ku janë lulet. Sepse normalisht rruga do të kishte përfunduar që nga Tirana, 4 kalimshe, nuk kishte pse të fillote në Qafmoll, në Gziq, ku nuk ka asnjë shtëpi, asnjë gjë. Do të kishte filluar tjetër kund. Tu kemi aksidente tjera, e cila rruga i ka mangësi në ndërtim dhe në përfundim. Kemi të karburantin vaushqez, me disa të vdekur, pa problem rrugës. Më përpara kemi po vend tjetër me aksident me të vdekur. Para kryq çdo 100 metrash lapidar dhe tuft lulesh me të vdekur. Këtu është një vend tjetër po ku ka mbyt makina një fshatar, kemi po aksident me të vdekur. Vend që të ishte rruga e shpëtimit për Rubikun, për fat keq është kthyer në autostrada vdekjes. Nuk e di se si të gjitha partitë dhe qeveritë që kanë ardhur nga 90-ta, ato i majnë flamurin njëra tjetrës dhe për fat keq nuk i kryejnë asnjë nga premtimet e tyre dhe në të vërtetë nuk i luftojnë kundërshtar, por luftojnë popullin. Tu po afrohen tek Munazi dhe përsëri kemi vendet ku janë aksidentuar njerëz të tjerë, të cilët kanë qenë pasagjerë në tokë, nuk janë aksidentuar me makinë, pra makina në autostradë ka mbyt njerëzit. Tu pikërisht është vendi tjetër ku është vrarë një njeri po nga makina në rrugë. Ja ku kemi edhe këtu lule tjera, një njeri vram nga makina në rrugë. Brim ke dalja Munazit. Po kemi prap njerëz ku janë vrarë disa njerëz, të cilët nuk kanë qenë me makinë, ka vrarë makina në rrugë. Por dhe aksident me makinë. Nuk është të përfunduar autostrada. Tu pa afrona të kthesa urës Munazit, po prap kemi disa njerëz të vdekur në aksidentalin rrugë. Pra eksaktësisht autostrada vdekjes, e cila paraqet mjaft rrezikshmëri si për automobilistët dhe pasagjerët në rrugë.
Për një moment do ndalonim këtu dhe do vazhdojmë përsëri në rrugën. Po vazhdojmë përsëri në autostradën e vdekjes, tu në hyrë qytetit Rubikut. Ka ndalim parakalimi, tu kanë ndodhur disa të vdekur. Tu kanë vendos rrugën drejtim i detyruar, lëvizje detyruar. Tu është infokulla dhe këtu kanë ndodhur disa të vdekur. Sot pasën vendos një tabelë, po kanë harruar të vendosin tabelën kufizim shpejtësie. Sepse normalisht në tokën tonë nuk I kem borç kuj, as Serbit, as Kosovës, as Bullgarit, për të ndaluar në tokën tonë të qarkullojmë. Por duhet kishë vendos kufizim shpejtësie. Këtu rrinë një post-blok policie dhe në krau tjetër animatan rrinë post-blok gjithmonë, sot nuk qekan. Pra rrinë për të mbush arkën e shtetit, bugjetit shtetit dhe jo për të shpëtuar jetën e njerëzve. Sepse mua vetëm një natë do të nduhej për të hap rrugën, për të lidhur rrugën e Rubikut. Dhe këtë do ta boshëm dhe pa lek. A thu presin për të marrë lejen e ndërtimit, ta të mallkuar që të bëjmë rrugë të fshatit tim, vendit tim. Sepse pushteti u duhet tyre, nuk na duhet ne. Nuk e ditë populli që vdes në autostradën e vdekjes. Dojmë përballë Rubikut. Dhe po atje përpara do të keni post-blok policie. Pra vetëm një ditë që u hekish rrugën ti post-blok policie, unë blej naftën dhe me këtë naftë më të hap rrugën. Ja këtu kemi kufizim shpejtësie. Po pse nuk e kanë vendos kufizimin e shpejtësisë dhe në krahun kënej aty ku del degëzimi i Rubikut? Për të minimizuar të paktën mundësinë e aksidentit. Sepse kur shikon kufizimin e shpejtësisë të gjithë ulin shpejtësinë dhe e dinë se kufizimi i shpejtësisë paraqet dhe një rrezik tjetër. Pra këtu jemi dalë Rubikut. Pra një qytet I tërë që ka mbajtur arkën e shtetit, mbushur bugjetin e shtetit, mbushur arkën e shtetit me ari dhe me valutë, sot nuk ka një dalje. Nuk ka një dalje. Standarde si që është gjithë botën. Pra kemi të bëjmë eksaktësisht e autostrada vdekjes. Por dhe këtu poshtë, e deri në fang, kemi me disa dhjetra tjerë të vdekur. Aksidentalisht pasagjer në rrugë, sepse kjo është autostrada vdekjes. S'kish sepse të bëj autostrada direkt nga qafmolla, nga në fush si për të shku në Gziq. Autostrada du të fillote nga fush Miloti. Për që di këta sulmojnë njëri tjetrin, po krimet e njëri tjetrit, po këta I mbulojnë, po përsëri. Tash I po shkojmë drejt Rubikut. Këtu është autostrada në hyrje të Rubikut. Deri këtu autostrada është rregull. Është 4 kalimshe. Këtu fillojnë muri betonit. Ka uzinës. Këtu ishte e kollajshme për ta bërë autostradën sepse kim pas stacionin e trenit. Megjithatë, ase pronojnë nuk e kanë shpresuar, po ama a 2 kalimshe më edhe këtu. Kjo është ajo që kom thënë është autostrada vdekjes. Megjithëse jemi këtu përballë Rubikut dhe uzinës Brak Rubik, edhe kjo uzina vdekjes. Uzina vdekër, jo vdekjes, sepse kjo prodhon arën për gjithë Shqipërinë dhe tash nuk prodhon asgjë. Pra, ja ku jemi hyrja dalje tjetër Rubikut nga krahu jugor I Tiranës, kemi këtë hyrje. Dhe këtu vazhdon autostrada e vdekjes për të cilin nuk kam folë më parë. Tu kemi një tabel që të rëgon 80 km/h, ja shikoni, 80 km/h. Jemi në autostradën përballë Rubikut, përballë qytetit Rubik.
Dhe sot është ditë e mirë, një ditë e qetë. Dhe po shkojmë drejt infokullës për të shpjeguar defektet dhe avarit dhe vdekjet e panumërtat që ka sjellë kjo autostradë e pambaruar. Ja kaluam Rubikun. Dhe këtu rruga 20 metra e zgjeruar dhe pjesa tjetër është e ngushtuar. Fillon defekti i parë. Pra kemi po prap shpejtësitë e detyruar, shpejtësitë e lejuar 80 km/h. Dhe ja ku po shkojmë tek infokulla. Dhe këtu e kemi po 80 km/h. Këtu tregohet dhe lejmi i lëvizjes në grahun e djathtë. Ja këtu jemi tek infokulla. Pra edhe një makinë që u fut në krahun e kundërt. Sepse këtu me tabele kanë të ndaluar futjen e makinave. Pra si që shihni, këtu e kanë ndaluar kalimin e makinave. Kjo është autostrada vdekjes për të cilin ju kam thënë. Pra, me gjithë se këtu kemi një kryqëzim, një degëzim që është me tabelë të lejuar, tu ka ndodhur disa vdekje, sepse Rubiku nuk ka dalje nga krahu tjetër. Pra, një qytet të tërë me 13 fshatra është bashki dhe nuk ka dalje. Kjo është autostrada vdekjes. Vetëm këtu, në këtë zonë ka ndodhur disa vdekje. 4 nga autobusi kosovar, një ka qenë dhe një pim aty tek 50 metra më këtej. Dhe kjo sepse kështu duan qeveritarët tonë. Qeveritarët tonë duan votat, veprimtaria e tyre është e fshehtë gjatë gjithë kohës, ndërsa populli jonë zhduket. Sepse kjo nuk është një autostradë që i shërben vendit, kjo është autostrada vdekjes, ku kanë ndodhur me 10 vdekje. Sepse këtu edhe tabela rrugore tregon po këtë gjë, që nuk mund lejohesh të futesh, një makinë u fut aty, nuk ka trafik ndarës dhe në grahun tjetër është e lejuar. Këtu është krahu nga vela. Këtu janë disa të vdekur në këtë kryqëzim. Këtu në fshatin Munaz. Këtu është kryqëzimi ku kemi disa të vdekur. Këtu është kryqëzimi tjetër ku kemi rreth 10 të vdekur. Dhe kjo është autostrada vdekjes. Këtu është një shesh i cila pa fe logjike, po me qenë se këtu ka qenë linja hekurudhore, ata e kanë përfituar. Ka qenë e gatshme, është menjanuar linja hekurudhore dhe është bërë autostrada.
60 km/h këtu. Jemi përballë rrugikut. Balë qytet rrugik. Tu është 60 km/h, nëse në krahun tjetër e kemi 80. Pra një absurditet dhe në vendosjen e tabeleve rrugore. Dhe prap 60 km/h dhe këtu tregon dhe daljen nga qyteti rrugikut. Tu ka rast që kemi në këtë pjesë rrugë 3 palë post bloqe. Një rrin këtu, një rrin tek dalja in fokus, një rrin tek karburanti tjetër. Pra kjo ishte autostrada vdekjes për të cilën fola më sipër. Kjo është uzina Rubikut. Ja, këto kemi 2 kalimshe. Aty është 4 kalimshe pa mbaruar. Pra këtu ka shfrytzuar rrugën e bërë. Çfarë do të thotë kjo? Që pushteti nuk ka populli, ka kohë që nuk e ka populli. Po sidomos tash 30 vjet. Dhe po si e marrin të gjitha partitë, operojnë me oligarkët. Të 2 parti kryesore, si PD, si PS, po edhe të tjera, edhe LSI. Edhe oligarkët po kujdesohen për ta zhdukur këtë popull. Pra dhe autostrada jona është pronë një oligarku, patjetër, sepse kjo po merr nga gjithë mundi e verit, siç kanë bërë dhe me uzinën, dhe me fabrikën. Ja ku kemi uzinën e Rubikut, dhe ky është mundi i popullit, dhe për ta gëzuar oligarkët dhe shqiptarët janë detyruar të ikin nga Shqipëria. Jo mirë kështu. Miru pashim deri në një dokumentar të ri.